O, nuk kam qenë vjeçare për zotin, më thoshin zyshat ti je nxënësi më i mirë si çka kolit shuna, çka kuptoj, isha vetëm me të E të mehshme, mua më rrifnin zysh, ti jepi zarfa me lekë dhe prapë më rrifnin. Kështu, as të rrifnin aty, as të shumë universitare. Po jo, se kjo ndoshta emision tjetër Jul. Të janë goci, për këtë si imitojmë dot, se budallikun e këtyre domethënë e kam vetëm ato. E kam vetëm ato. Por që mund të imitojmë emisione të tjera. Në këtë rubrikë do imitojmë emisione, siç e vutre nga fjala paraardhëse që sapo thash, ndoshta. Emisioni i parë është Piranjat. Në duke një koleg i gjendur, model, gjithmonë gati për të dhënë një dorë, por mbrapa kësaj mirësie fshihet një instinkt i errët që ka terrorizuar redaksionin e Ceronkave. Ai nuk kërkon dosjet tuaja. Në fakt, ai kërkon diçka pak më shumë intime. Zemër që super si e pas këta në has pak? Dezantil! Dezantil, hajde këto! Hiqe, kush je? Si ndjesh kur nuhat si duaj tjerëve? Si ndjesh kur nuhat si duaj tjerëve? Sot jetu të nuhat si Hishat kamer këta! Hishat kamer! Hajde këto! Hishat kamer! Je një si të nuhatës, dezantil! Hishat kamer! Je një si të nuhatës, si bjesh! Hishat kamer! Goca, hishat kamer! Hishat kamer! Goca, hishat kamer! Hikani, kush je? Nuk e ish kamera! Hiqe! Qa do të cilë sjetu, si ndjesh kur nuhat si duaj tjerëve? Hikani, sa du fëm telefon, Si ndjesh kur nuhat si duaj tjerëve? Këpa mërë, për Dalinën! Dalina na kapë. Joftoje si... Hike shi e lutem, hiqe kamer. Goca, njëri jam zonë. Njëri pra jo sjetu. Si që ke shefi, ti kam shefi donë. Nuk kam shef sjetu, unë zotri. Që s'ke shefi? Qa ke shefi? Qa ke shefi? Si ndjesh, po ta nuhasja unë ty. Po ta ndu derën. Qa ke shefi? Po ta nuhasja unë ty. Po ta nuhasja unë ty. Hajde nuhate. Hiqe kamen. Hiqe kamen ta. Hiqe kamen ta. Dhe kalem të emisioni tjetër me një të ftuar super speciale, mirëmbrëma. Më thuaj nuk më ni, se kam mani për mani. Nuk jam me ty, s'ka lidhje ani. Fortuna Kelmendi, hyrja. Ojo, s'ka këtë veshje për ty sa, t'ullu të Zemër po mendoja të vija dishysh tradicionale. Diçka thjesht. Diçka thjesht, diçka për shtëpi, që shu zgjova mjes me thonë drejtë. Mund t'ullesh që E, po sa bukur villa, më pëlqen, shumë e bukur. E ka me klerin, ngullut këta. Faleminderit zemër. Fortuna, me këtë do kaloj një natë super të zjarrt, super kështu, Po pse jo, djali duket tepër i mirë, madje. Pëlqen? Shkëmbim kisha shku, pse jo, don, absolut. Po kjo, mendon që i bën zbor Photoshopit? Shiko, unë nuk mund ta paragjykoj sepse një femën kur nuk dua të jem kur në pozitë na lodhe, kalem të tjetra. Po këtë e don? O djali tepër i mirë duket, krejt tatuazhet ja kisha bo edhe i herë të dora jeme. Tepër po m'pëlqen, shumë i mirë, bravo. Fortuna, kush është bjonde me mirë? Ti apo kjo, tipja këto? Vajza tepër e mirë duket, ama mënyra si ka hipur kalit nuk është e dora, më lërë të ta tregoj. Atëhere, mbrapa është me bel gjithmonë dhe këshu i hipet. Ke parasysh? Po. Edhe pastaj, si gjithmonë. Fortuna, me që jemi në kuzhinë, bën twerk shpeshti? Po, me thonë drejtën, bëj twerk pak në mëngjes, kur zgjohem, po dhe në performancat të mia e praktikoj shpesh twerk. Ua, do më thash pak se nuk di për shumë të bëj twerk. Po, patjetër. Atëherë, më falni. Për shumë, Edi e ka shumë shef kështu dhe ka i shef që ti bëj twerk edhe... Të mësoj unë, se dhe Edi më dush. Si bëhet? Atëherë, vendosim komën mbrapa edhe fillojmë. Po, që aty, uaj, kalle motra jeme. Ua, motra jeme e kalle. Qingale. Po, kur të bëjmë bashkëpunim tjetër, zdo marrë letrin, do të marrë ty. Po, me që jemi në këto temat e si kështu, twerku e tjerë. Sa dashnor ke pas ti? Me thënë të drejtën, unë vetë si Fortun, apo ma jep që atik, faleminderit. Unë vetë si Fortun kam zgjedhur gjithmonë të mbaj jetën time personale të temës. Okej. Pse jo në fund të ditës. Fortuna, haj pak makaronat se i bëj për çdo ftuar, nuk mi han asnjëherë. Me vërtet?
Kameraman, nuk mi han asnjëherë, po thjesht haj se kam tër brandin e tillë. O zemër duken shumë të mira. Apo ma jep një pirë? Na, haj me këtë. Okej, patjetër, uar, Po bona. me që po ha diçka. Çfarë gjë që pëlqen të hash më shumë? O zemër, po s'ka kalu ora me thonë. A mundet? A mundet me thonë? Thuje. O zemër, mua më pëlqen shumë ajo gjë që është kështu, ke parasysh? Që vjen, që vjen si gjë me patate, si kurli. Po, që ajo më pëlqen fix. shumë. Edhe për mua është tepër e shëndetshme kur e konsumoj. Se unë tash kam hyrë në një fazë që... Po sa lek fiton ti në Sa lek fiton ti në për koncerte? A mos A janë domethënë të njëjtat shifra me mu? A merr më shumë lek se unë? Apo ja? A mos po do me ndal pak? Do të ndalesh? Do të ndalosh? A mos po do me ndal pak? Do të ndalosh? Po me thënë drejtën se du me shku pak në banjë. Okej, shko patjetër bëj çka ke për diarre etj se të presim kamerën. A je mirë? Je mirë? Po, ti jam ftuar pa nga rruga. Okej, e kuptoj. Je Kosova. bobekt. S'ka gjë, të preson. Në emisioni i fundit është ka një mesazh për ty. Historia e parë sot në Ka një shet për ty vjen nga Ramushi. Ramushi është një 37 vjeçar viktim i cili ka thirrur ish bashkëshorten e tij. Ramush si je? Si jeni zoti Ardrit mirë nga shtëpia vet Kalamajn, qa keni, qa s'keni mirë dita zoti? Po, absolutisht gjithë shumë mirë. Çfarë drejtë të ka ndodhur? Sot kam thirrur ish bashkëshorten time që ishte pak ruspi me thënë drejtën se miku, mlazut më ka humbitur. Që nga 2015 më ka humbit gruaja edhe bëra 7 qilimi me të. Edhe iku donte të shtypej tjetri. U shtyp me ty? Po si se shtypa zoti Ardit? 7 herë për 7 qilimi. Je i sigurt? Po, unë e kam shtyp, po se është shtypa jonë s'dije. Taftojmë tu ta marrë vesh njëre mirë. Je kurioz sa dishin se ka ardhur për sot për ty? Bini babës një sniper! Qete këtu! Julka! Po, Ardes ka ardhur me fundejtin e saj të plot? Mirë se erdhe! Lulieta, si e sot? Zoti Ardes. Qa vërë mirë? Si ke qenë? Mirë, si, jo, kam si gliko. Këse gliko? Julka, kapi e haje pak e futi ku dushti. Kush menon që të ka thirrur sot Lulieta? Po kush më ka si më zoti Ardes, ndoshta dashnori 54, ose ky i fundit që me bën ai test ose kalon me bark. Kalon me bark i fundit? Okej, je kurioz ta shohësh kush ka sjell? Kurioze, po nxjerrë me kush ka ardh. Ta këshyrim i herë. Po e nxjerrim. Ky viktima, po çam keni sjell këtu më pa i zotin, o zoti Ardes. Pse glikon mrapsh? Heme, të kujtohet ky surat që ta ka mush, Ramushi jam. Ramushi që ta ka mush. Po ça mushje ti ora mush ti kishe bosh pushkan. Bosh pushkën! Po 7 hera e pushk ta bëri bau! E man mend? Që po Kush e ka bërë këtë? Se unë s'jam nga vesh mirë pushka, po vesh punojnë pak të. Kanë qënë ma cokët e Afganit jashtër e dreq. Bëj ju e ty unë. Ti dashke traktorin typi si për të shtypi një herë mirë, si më le mua me 7 qilimin vetëm. Ktheu te unë, Lulieta, Mirë që ktheu. ti lash, po nuk e as të tujnët. Se të mitme! Po më që e ke bërë me surrogate, që e në të surrogate? Do ta dish me ka jam bërë. Do ta dish. Ramush, do ta ish barrinë t'ja apash flok të ndorë asaj Lulietës? Ti që zoti Ardes, ti t'ja ndez. Hajde, hajde. Pritës më ndizet. Ato ndesin të ripë. Hajde. Agroni me mirë se ti, ha? Hajde. Jere i paft. U laga. Apo kështë do Ktheu të shtyp! agroni. Ktheu të shtyp! Skandale filloi. Erdi koha të tallin kolegët. Gjithçka e bukur ka rubrika rosti, në ndishni. Skandale filloi. Po qa! Tani nga imitimi e emisioneve kalojmë te tallja e emisioneve tona preferuara, a Jul? Po normal se janë të pa imituar. Nuk është se i kemi imituar 3 milion herë. Mirë se keni ardhur në Voto Show!
Dhe do thoni ju pse po festojmë ne, shoqyri erdhi fundi bigut. Aman, si prin kot. Dalina këta zlon të punojnë. O, që do bëjmë tashi, iku bigo, marroj, që do bëjmë tashi? Shoqyri erdhi fundi. Do ngilni pa emision. Jemi futur në çdo familje të mundshme, motër, vlla, shok, kushuri, burdaje. Si jeni futur të motrat e tjerë. Kosti Edhe burra e dajes. Ta janë fut, Kosti ka bërë, të Kosti qas ka bërë motrën, dajën, Kosta tezës gjithë, çdo rol të mundshëm. Misi këtë javë ka pas një mision goxha të madh të dhënë. Sa të madhe ka pasur Nga Misi vëllai i madh i WTF Show. Sa të madhe ka pasur Misi? Më mek Fatosi që injoron. Fatosi di Po jo çka sa e që bëri ne vet, ai e bëri vet. Misi ka pasur një shumë të madh. Një mision kaq të madh. I përshëndetem mirë se ju gjeta sërish në Vilën Andare. Pse ke qenë më Po kam qenë më parë, po kam qenë me punë kështu inkognito. Ai te muret e zyrë Zalinës. Atë që ka futur striu, bigu. Aktualisht me shumë gjëra, si gjithmonë, me 1 milion gjëra. Po merrem me biznesin, me një pjesë, domethënë, Këtë gjë e thon gjithë ata që janë Gjithë pa pa punë. punë. Për Është zotin. himnit pa punë. Kam një biznes familjar, po merr me shumë gjëra, mbytëm punët. Jam kështu thjesht on the down low, kupton, merrem me bizneset e mia, kupton gjëra të. Me çfarë merresh? Ja, 1 milion gjëra për zotin. dhe ishte fun derisa kuptova që isha 30 e pak vjeç edhe po i flisja akoma 16-17 vjeçarve dhe Ta them? Ishte fan thot desa kuptova ish. Unë që kam 30 vjetë, që adreshin më bëjon do fojnë me 16 vjetë. Tani e kujtov. Okej, s'po e them. Pse u largua produkt 28 nga tregu muzikor shqiptar? Fatosi që asun nga prej montazh. Pse u largua produkt 28? Produkti që ka. Ej, për sabotazh, gjithmonë do ja bëj sabotazhin Artemisës. miri, për mendimin tim, aty brenda ka kaluar 7 rrafët e ferrit. Pse Të plota, të mirë fillta. Se ju turë gjithë bota e ti kundër. Aman, qa ferri për e to kanë këta, zot na ruaj, do të thënë 7 rrafët e ferrit, të ulesh një gocë të re në krevat, e ta krijosh tër lojën në atë lloj forme. E ka menduar një herë që nëse kthehen të gjithë kundër, do të thënë që po bën diçka gabim? Nëse një zgjedhje saktë për herë det, opa. Opa, absolutisht. Ua, sa vdes për këtë kam shumë qejf. Brogerti është për të përgëzuar për dinamikën që ishte i shtëpi, sepse shtëpia faktikisht nuk kishte asgjë tjetër që po ndodhte. Për dinamikën. Bravo që i degenerove gjithë. Bravo që isha nga rob, bravo që degeneroi fare këtë shpinë. Urime, Sot një përgëzime. frymë të re, sot një frymë shumë të re. Dito i gjitha po dridhet personit të cilin ne kemi të ftuar sot në studio. Andi vrapi para se të vinë emision. Ua, misi, a jeni një anti, jemi? Jo, shumë mirë. Je i pari që vjen për të dytën herë, si ndihesh? Kjo është si me pyet si ndihesh që nuk ishem ftuar të thorën të. No, je i pari që je kaq pa punë, kaq pa jetë që vjen ke emisioni jonë ku kërkon për ditën e re. Banorët po flenë gjumë, banorët nuk ndezin, por banorët duhet i ndezësh. Tu ik Lori Nazar. Ajo çoni. Dizu. Ky Big Brother nisi me krevatin Miri Mbaroi edhe Selin. me krevatin. Po mbaron, ndoshta do marrë një çmimin e madh për një ca dyshek. Si bën Gostiani sigurisht se kam menduar çka kanë që te shtëpia. Po, se ku e formojnë momenta Jam kupton. shumë fan, kam çfarë i bëj. Na bëjnë ai dyshek. Fatosi dhe Kostiani si gazetar profesionist duhet kishin bërë kërkimet e tyre dhe të na vinin Atëherë këto me para se nuk fakte. jemi gazetar, Qa jeti? diva. Fakti që nuk e di, është ofendimi më i madh ti thush gazetar profesionist Fatosit e Kostianit të zemra, kupton, na ofendon sinqerisht Dhe profesionin. është ofendim dhe ti thush diva në ofendon identitetin. Që Fatos gjena ishte tjetër. E di që po ju shijon shumë tallja që po i bëjmë kolegëve, kështu që bëni subscribe për më shumë nga ne të dy, se s'do ikem kurrë. Presim e ditën e radhës nga... Nga ajo faqe që ka Fatosi atëherë. Që menaxhon vetë Fatosi. E kloko! Me është gjithmonë Xhemi. Pra, Dhe ditë e gjithmonë Urbana ime për faqe. Misia mund të kriset, po themi, po nuk përfundon në ironi. I do ti të jesh gjeni im, ti të jesh Arbana ime, misi. Misia mund të Misia mund të krisë. krisë. Po, Të për bëjnë kod. Kur, ku, çarore, ku Si mund të gjem qyshtek. bileta, si Sa të qyshtek. vishemi ka në i dress code. Po. Ja, hajde pa veshur. Ku ishe më të shkojmë? Na thuj vis që mos zim aty kurrë, sinqerisht. Fatosi me rroba aty më të merr. E kemi patur Fatosi me rroba të merr. I Fatosi. shveshur se ke. Fatosi të merr. Është një trik ne. psikologjik, po dukshëm ti nuk di shumë nga psikologjia. Infakt, Unë do t'ja pyetje. goja jote dhe e tosit, Ti do ta fakt. shtypësh. Për ju që nuk e dini, Fatosi ka pas një emision vetë që shkruaj në gojën e tokë. Në gojën e Tosit, o perëni. VIP-i me më shumë influencë në Shqipëri është.
me më shumë influencë. Kishe një lazer shumë bazër shumë i keq. Kush ka qenë i keq? Vipi me më shumë influencë. Vipi që të ka ish nga Instagrami ose të ka bërë blok. Më ka bërë blok Arber Hajdari, më kanë hequr, pastaj më ka hequr Paloma, më ka pas hequr, pastaj edhe më kërcënonte. Pastaj më vrarë, ti më bajtë shtëpi penga një muaj. Mi futën bodrum, pastaj holla një story, një post me collab, pastaj mi liruan, pastaj bëra kështu një postim të lezetshëm për ta kështu Tani shumë ka Berlandi ka akoma peng familjar të mi, ndoshta këtë jam në nxjerr. Jo, si. Diva treatment nuk është gjë e keqe. Po, e vërtet. E di se kam vetë, pra. Për ty po e bëjmë këtë emision në foto. Ti që po xhiroje në kamës para ca ditëve, diva titrëm. Po mi që do diva titrëm. Diva titra? Diva divash? Po që për me kamzë, mos ta ngjoj që s'jana muga, Andi Vrapi, mos ta ngjoj që s'jana muga, se teri të degeneroj. Nga Andi Vrapi do bësh Andi Eci. Cilë është fushi për kasin këta vipa, që kanë varësi? Po repera nga Kosova, për shembull? Artistët. Repera nga Kosova. Ja thoj të herë. Cilës fush i përkasin. Reper nga Kosova. E thotë dy herë, është këta. Po qa fush është reper nga Kosova? Fusha kosovare është. Han buk me tag. Po, thot Andim kapi. Ua, për zot. Ata dy qeshë më shumë se qëtu. Të blen followersa dhe klikime. Po, kjo po. Është random fare. Është rasësore fare. Random. Është random fare, është random, është. Është basically fare, like. Yeah. Nëse gjithsesi për te kësaj literalisht kjo Eat Big with Hope është fantastike. Është fantastike. Lum ne për Open se të betojmë të tallësh ta, të hash të ushqim super të mirë. Shumë lodhshme. Nuk do të energji. Gjithsesi, ka ardhur koha për lojën e tretë. Për Specin. Ja! Me shenë në ftur të gjatë dreqit. Okej, qa loje dushti. Qa loje të dushti. Veshmët me ja? O, zot çfarë gazetare është Dalina, Dalina po çike këta të 2 muaj. Shikoni, ne ka thojmë ty ruajmë Dalina na thot, ruaj rolin e të paditurit gjithmonë. A ka thënë luaj a ruaj? Ruajt paditur nga Dalina gjithmonë. Ruaj këta të ruajt. Nëse ka thënë luaj rolin e të paditurit. Jo, ruajt paditur. Para një herë është pjesëmarrja e të dyjave në Festival Këngës, ku Jonida fitoi dhe Soni doli e pesta. Seriozisht e beson ti këtë? Po prit moj të prit ka disa arsye. Një reagim super normal për Artemisën. Po nuk foli Artemisën. Po. Po nuk ne bëvam bëlla, ja. Po nuk ka fjallë. Kishte skena fundit e What the Fuck Show, tani kemi Vibin with MC Kresha. Kush është ajo dhe pse po më sheh? Te kam vënë thjesht si pauzë. Jemi gati të kalojmë një ditë me Kreshën, një ditë të Kreshës. Shpresojmë që Kam shumë gati. Unë po për vete. Pse s'ka qakur? Mirë si keni ardhur. E vetë keni shku. Unë me kem që ka lënë jashtë makine, se kur ka qenë Kresha të ballë të stop dhe ka ndalu ke sjell. Hajde do vish. Je gati të ndryshoj jetën sot. Marrim një pasre. Kur kam marrë dorën e parë ka qenë kaq. Ja, po unë gjithmonë shkoj të porosit dhe A ka më shumë se kaq? Po, yeah. Gjithmonë. Yeah, something. Shkoj. Yeah. Tu porosit. Like. Wow. Ja, është football is freedom, motoja e Bob Marley. Wow. Është rare, në fakt është limited edition, sa po ka dalë për ditëlindjet Bob Marley, tipën nëse e dime. Wow. E këmërësysh që janë sa të shuna që për heri vjen kitarës takime ti duhet bërë si impresionuar, ashtu nduket ke Isiana këtu. Wow. Tu të marrë, wow. Ka thënë 4 herë wow. Si më faj me të drejtët. Ku e do qa patikat, për qa të flasim? Wow. E kom gacmu se e kom borë për i natit festivit, se është barella. Festimi është milanez të barella lumë për interi. është barella, thot, do të kisë që drejtët, është kjo të qatela, qa tha, barella, qa ishte kjo? Më kanë thënë që je enciklopedi, po e kam vërtetuar dhe vetë. No, lutma, nuk menaj që... E me modesti pranoj, tani, se je. Tani. No, s'jam. Sigur të është je enciklopedi, jo s'jam. Je enciklopedi, jo, s'jam. Ma kanë shkëtë skenarë më lëgoj, je enciklopedi. Kam sa pyetje që do t'i gjesh. Hajde, për çdo përgjigje të gabuar, i do 100 euro bamirësi, po për çdo përgjigje të saktë japni ju
emisioni ju 100 euro. A thashë që i ka Ja, nuk jam në mërësime, a thashë. Kristiana, bëja pyetje sa më vështira të lutem, mos falimentojmë si kompani. Kristiana ti bëj pyetje aty, ku kam lindun? Ishin euro shpejt. Si semafori nuk e di. Nuk ka njeri që nuk e di, nuk ka njeri që nuk e këndon dhe që nuk e përmend. Po, unë sa them MC Kresha, them semafori qa ngjyre është? Po foli true story. E më menda të himni Kosovës kush është? Po e di, po foli true story që atë majtë të semafori. Mos kalo me Kreshat kuqe. Kjo stadioni Adem Jashari, si përsheni është është në rindërtim, jo, ka qenë. Ky stadion për herë të parë është inauguruar 1983 në ndeshje miqësore Jugoslavia-Rumania, në ndeshje. Si Ciceron. Guida turistike. Kresha travel. Në i plast Kesianës, në i lëviz një kaçorrel për ndeshje miqësore 1-1 që ka ndodhur aty, nuk e di çfarë them për zotin. Super effort kjo femër. E di që nuk ngopenit nga parë këtu duke bërë humor, po imagjinon na shihni dhe në përditshmërinë tonë se si zjemi me këta. Kështu për ta bërë këtë, subscribe. It's just like the thing. Po i lëshon me Alongi që po e shifni? Oh, she's on death for this. Jo, ne kemi opa. Ne kemi këtu ne, kështu që mendoj që e kemi më të mirë. Mos po të lëshon ty. Kur vish me Mitrovic like gjysë e 2 kësoj. Kjo ka në gjysë e 2. Çfarë ka më? Gjysë e 2, like gjysë Buk edhe 2. Po, yeah, gjysë e 2. E gjysëm like. Për dikën që është regjit jetët Mitrovic, kjo ka emrin, you know, like, I can't find the name, like, what the fuck, like, gjysë something like 2. Gjysë 2, like. Duhet të paguani, është hyrja është me lek. Duhet të paguani që të shifni gjithë këto. Paguani. Kameramani shasu ke plas fare. Po është këta të kërku lek tash si u përgjigj sta këtë pyetjeve Kresha tani na nxorri blof. Këta beba për ju për ju nuk na. Mirë za vuti tek në ajo. Thënë drejtën, unë sot jam flashur shumë, edhe jam blogger, nuk do gënjej, jam blogger, po më shumë. Mos gënjesh me di që Elida duke ngju historia, duke ngju like 1 milion herë. Je super effort Kristiana, t'japim dorën, heqim kapelen në shpirt. Vibing History Edition. Kë artist do ftoj për të bërë një balad damar prerse, një balad shumë të fortë. Damar prerse, ua çfarë. Kë do ftoj për të bërë një balad që do vetvritesh. Kë do ftoj për të bërë një balad që do lyej flokët të rroca. Ase vjen ka thënë damar prerse në mënyrë shumë. Nuk përdoret. Okej. Një balad melankolike, një balad që të mërzit, damar prerse. E kemi në Gjenzia. E kemi nga Gjenzia, thotë se le presim damat, kështu zakonisht. Nëse ne si gjenerat vetvritemi më shumë kemi fotoksinë. Nuk që shem psikopat dhe semafori. Po foli të... Se kemë gjëse pet shakani. Kas nuk e nëzire, bësh? Do fina? Yeah, I mean, like, shamull me... Janë vjetë që kështë thonë, like, edhe po, nëse... Për me dhonë që ato, like, edhe... Që mune personifikan, like, festimin që... Shysha, na falë se u futëm shumë të mundu me kuptu qa pa thoshte, bo një lap si ka marrë vesh. Kristiana, bravo, qof shpirti im. I din, Kristian, I din, like... I din, like, ka ishka mësu Kristiana. Kristiana, kur gjoj, të i thënë, like, ja. Kur ka loj këtu, like, kush është aty? MC fucking Kresha! Nga Kresha bëri crash out. Dhe në rubrikën tonë të preferuar të Top Peqes, si që keni vënë re, janë hapur aplikimet për audicionin në Andale për starsa të rinj. Dhe ne nga që jemi super mikpritës, nuk ju urrejmë fare, nuk duam të sabotojmë, të ju japim 5 këshilla që duhet dini para se të aplikoni. Këshilla e parë, mos i besoni Aldit. Kur? Mos flisni me Aldit, mos ju afroni Aldit, mos prisni besim nga Aldit, absolutisht asgjë, mos ju afroni fare, mos i flisni fare, absolutisht asgjë. Fare, shiti punën, tu i po ju foli Aldit, thoi... Jo, papim. Thirrni për ndihmë.
Kërkoni ndihmë nga ne se do ju vim në shtëpi. Tjetër Juli? Tjetër është mos i besoni kur dalin sekretet tuaja, sepse do i thotë, do harroj që janë sekrete, do i thotë shumë nëpër vila e di që desi. Vetëm kur gjoni sekretin tuaj më të madh, më të errët të jetës, ta thotë rëndom duke ngrënë në kuzhinë. Ndërkohë që ti e 2 hapa më larg, nuk ka asgjë, s'është problem. E treta, zëvendësoni Artemisën, ju lutem. Kushdo që zëvendësoni, please, kini më shirë, ju lutem. Na jepni forcë, na jepni këtë gjë, këtë dhuratë na e bëni të paktën. Dhe këshilla e dytë, kujdes, kur mos mendoni se jeni më fani se ne. Pra nëse ju vini aty me gjithë vetbesimin dhe thoni unë jam më fani se ju vdesë. Jo, me gjithë respektin ju dum shumë fort, po nuk Çi thonë? S'mundeni. Ka ardë Denisi tu edhe s'mundet dot, a kupton. Dhe këshilla e parë që do ju japim është që jini vetvetja, jepini më të mirë, jeni konsistent, përdorni talentin, kreativitetin tuaj dhe jeni më të mirë që të vini bashkë me ne në andale. Kur ja dolëm ne mund të. Kur ja dolëm ne dy, ju do dili dhe ju. Dhe nga unë nga Juli këtë episod, puci puci! Andale!